Doja të dija çfarë do thotë kur merr flag varri, pasi ka ndodhur diku në vendlindjen time dhe njerëzit shkojnë atje çojnë lekë dhe luten dhe e kanë kthyer në vend të mirë. Pa i ka marrë flag. Si mund të jetë zjarri shenjë mirësie? Si mund të jetë zjarri, flaka, shenjë mirësie? Atje duhet me udhuj. Je më shku më u lut. Ai po përvlohet ju shkoni luteni. Nuk ka. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë për ca njerëz. Ka logjik, çdo gjë ka logjik. Të kishe notë për shumë që aty i ditë doli i dritur, një gjithë lartë, hajtë mo, thejni, nodhe diçka, po i ka marrë flag, është djeg varri. Ta tani shkojnë luten aty. E rëndësishme, kjo nuk është shenjë dhe nuk lejohet në islam të adhurohen varret, as të kthehen tyrbe, as të bëhen objekte adhurimi, sepse kjo e nxjerr njeriu nga feja e Zotit. Nëse është i ditur, nëse i din këto muhabete, nëse është popull xahil, ignorant, Zoti i fal, po flas, nëse njeriu e din se ky mëkat është shirk, idhujtari, paganizëm, që bie ndesh me fjalën la ilaha illallah, është problem shumë i madh. Po këta janë probleme që ekzistojnë faktikisht, pavarësisht se neve na duken si çuditëra dhe pralla, po faktikisht ekzistojnë këto lloj problemesh.